Limi ka bërë së fundmi një deklaratë tejet befasuese, e cila jo vetëm që ka habitur banorët brenda shtëpisë, por ka ngritur edhe një sër dyshimesh dhe pikpyetjesh të të gjitha ata që e kanë dëgjuar. Ndonë se ai zgjodhi të mos jap detaje konkrete apo emra të përveçëm, mënyra se si u shpreh dhe toni i sigurt me të cilin foli lan të kuptohet se bëhet fjalë për një informacion të rëndësishëm, që sipas tij pritet të bëhet publik shumë shpejt. Gjatë orëve të vona të natës, në një bisedë me banorët, Limi shtoi edhe më shumë mister rreth kësaj çështjeje, duke deklaruar: "A çka keni meni ju, ka me u habit krejt bota." Këto fjalë krijuan menjëherë një atmosferë tensioni dhe pritjeje. Pasi ai vijoi duke theksuar se ajo që do të zbulohet do të jetë e vërtetë dhe e pakontestueshme. Edhe vetëm fjalë të vërteta, ju betohem në Allah se keni me dëgju vetëm fjalë të vërteta, se ju nuk e dini me kë keni të bëni, jo prej meje, por me ata që i keni respektu më shumë se që duhet, shtoi ai, duke lënë të nënkuptohet se deklarata lidhet me persona të cilët gëzojnë një imazh pozitiv ose respekt të madh, edhe pse Limi nuk e elaboroi më tej këtë deklaratë dhe u shmang nga dhënia e emrave konkret apo rrethanave të sakta. Fjalët e tij mjaftuan për të ndezur diskutime të shumta mes banorëve dhe për të rritur ndjeshëm kurreshtjen e publikut jashtë shtëpisë. Tashmë, pritshmëritë janë të larta dhe mbetet për t'u parë se cili do të jetë informacioni që ai paralajmëroi, si dhe se çfarë ndikimi do të ketë kjo deklaratë në rrjedhën e mëtejshme të ngjarjeve. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.